zotit Haradinaj, unë nuk e kom njoftë zotin Haradinaj. Dhe ju thëmë të drejtën, unë asnjëherë nuk e kom përmendur këtë. Në një pyetje të një gazetarit, moti ka qenë, unë kom thonë, po, është e vërtet, po asnjëherë s'ka qenë as temë e debateve, as temë e shkrimeve, as temë e muhabeteve që unë i kom bërë për zotin Haradinaj. Dhe nëse ai thotë se nuk është mirënjohës për këtë, unë i thomë se është e drejtë e tij çka do të thotë, por ndihma ka qenë shumë e madhe për mos me qenë mirënjohës së pari. E dyta, unë në jetën time, në edukatën time, familjen time, ju mësuar që në familjen time dhe tek entourazhi, tek miqtë e mi, të dominoj gjithmonë mirësjellja, dominoj falënderimi dhe dominoj mirënjohja. Nëse zoti Haradinaj s'ka që se ka përfshirë obligim ndaj jush, atëherë çfarë obligimi keni pas ju që ta ndihmoni? Unë s'kam pas kurfar obligimi me ndihmu zotin Haradinaj, unë nuk e kom njohur zotin Haradinaj, kur nuk ja kom pa ftyrën e tij në televizion përpara se kom qenë jashtë rrethonave që kanë ndodhur në Kosovë. Por kom dëgjuar se ka qenë i ushtar, i UÇK-s dhe duhet të ndihmohet. Dhe kjo ka qenë piknisja ime, pa e njohur kush është, pa e ditë çfarë muskujt ka zoti Haradinaj dhe pa e ditë sa i fortë është zoti Haradinaj, unë i kom ndihmu atij. Dhe t'ju them drejtën, edhe tani po të vinte në pyetje, unë prapë do të ndihmoja çdo kujt, jo vetëm zotit Haradinaj, për arsye se unë kam mundësi me ndihmu dhe i kom ndihmu. Dhe t'ju them drejtën, është punë e tij nëse s'është mirënjohës, por duhet ta dinë se unë nuk kom qenë i friguar, se toni ka qenë asisoj që unë ose kom pas frikë ose kom pas obligim me ndihmu. Unë nuk kom qenë i frikësuar për zotit Haradinaj me ndihmu atina, një, e dyta, kurfar obligimi nuk kom ndi ndaj zotit Haradinaj për me ndihmu atij, dhe e treta, asnjë send njëtë për zotit Haradinaj nuk e kom kërku për kontra shërbim. Dhe unë jam shumë i qetë. Zoti Haradinaj din mirë që nuk është vetëm ndihma që i kom ndihmuar për tërheqjen e tij nga Haga, por ka edhe ndihma tjera, ai duhet me ditë atë, e din mirë atë. Dhe nëse nuk është mirënjohës, është problemi i tij. Unë kam një respekt